Dëgjoni, pas ftesës zotit Kurti për të takuar të gjithë liderët e partive politike, na ata kemi ju e dini që ka marrë pjesë edhe kryetari Limaj dhe ai e ka shprehë qëndrimin e tij që tani më e ka thënë më shumë se që 4 muaj. Të gjithë e dimë, ka 4 muaj që kryetari Limaj e ka thënë që zgjidhja e kësaj situate në politikë dhe konstituimi i kuvendit të Kosovës bëhet vetëm në tavolinën e bisedimeve. Dhe pa u ullë, pa i diskutu temat, pa i trajtu me sinceritetin dhe me idenë që për t'ja dhënë Republikës Kosovës më të mirën, nuk bëhet zgjidhja. Çfarë diskutimi patët të mes Zylbatiri sot, që a kërkoi diçka nga ju? Dëgjoni, aktvendimi i gjykatës, unë mendoj që nuk e zgjidh çështjen apo çështjet politike. Çështjet politike zgjidhen vetëm me diskutim, sinqert, serioz dhe me qëllimin që me të vërtet t'i ofrohet Republikës Kosovës edhe konstituimi i kuvendit e njëkohësisht edhe qeveria. Zoti Batiri, a kërkoi diçka nga ju? Dhe gjë me dashur, unë mendoj që Republika e Kosovës është më shumë, është përtej edhe qëndrimeve individuale apo mendimeve politike. Kosova dhe vendi ynë është më shumë. Kosova dhe vendi ynë është më shumë se 120 deputet në kuvendin e Republikës Kosovës. Kosova dhe vendi ynë meriton trajtim serioz dhe të dinjitetshëm. Trajtimi serioz dhe i dinjitetshëm dhe bashkëbisedimi i zgjidh të gjitha situatët. Bashkëbisedimi e bën edhe konstituimin e kuvendit të Republikës Kosovës. Ajo që ka ne mund të flasim si deputet, sigurisht që ka dhe aty arsye pse flasim dhe diskutojmë. Ju e dini që ne si nisma social-demokrate edhe diskutojmë pothuajse me të gjithë deputetët në kuvendin e Republikës Kosovës dhe njëkohësisht na shqetëson shumë situata që kemi arritur këta muaj e kaq shumë ditë që Kosovës nuk po ja ofrojmë atë që e meriton. Dhe që në fakt kanë buru prej zgjedhjeve nacionale të datës 9 shkurt. Se na bësh ose na tregoni çka ju ka kërkuar Batiri, çka keni diskutuar sot se ka ndaj gjatë tek ju si deputetëve të nismës. Dëgjojmë, diskutimi kur bëhet nuk nënkupton që kërkon diçka. Kemi trajtu, unë jam e bindur që ka deputetë edhe në lëvizjen vetëvendosje të cilët janë të shqetësuar me këtë situatë dhe në bashkëbisedime për shqetësimet dhe pamundësitë e konstituimit të kuvendit, sigurisht që unë mendoj kjo është tema dhe qëllimi që duhet t'i bashkoj deputetët e kuvendit Republikës Kosovës dhe ne po mundohemi që këtë konstruktivitet dhe këtë frymë t'a japim në çdo seancë. Është një e vërtetë e madhe që tani më e ka humbur pothuajse edhe kuptimin dhe tani më qytetarët e Kosovës edhe janë lodhur nga pritjet që të bëhet diçka më mirë për ta, por unë e di që ata çdo lodhje të tyre dhe çdo shqetësim e kanë të arsyeshëm, sepse Kosova dhe vendi ynë meriton trajtim të dinjitetshëm. Problematikat dhe hallet që ballafaqohen për çdo ditë qytetarët e Kosovës meritojnë trajtim të dinjitetshëm. Të gjitha institucionet në Kosovë meritojnë trajtim të dinjitetshëm. Prandaj edhe kanë të drejtë që janë lodhur, por kjo është, unë e them sinqerisht, është partia e parë fituese e cila do duhej ta merr këtë çështje më seriozisht. Do duhej ta merr këtë çështje jo për kalkulime, por do duhej ta bëj për Kosovën. Sepse, po e them edhe një herë, Kosova meriton trajtim të dinjitetshëm. Nëse ka vullnet, nëse ka gatishmëri që të hiqen nga kalkulimet e tyre politike dhe nga qëllimet që ata tani më dhe i kanë, po shihen cilat janë ato, unë mendoj që edhe do të arrihet zgjidhja.